أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona për zemërta qofshin mbi vullën e pejgamberisë, të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, ne sot inshallah taala do të jemi në ligjëratën e tretë me radhë, në cilën kemi trajtuar temën mbi të ushqyerit dhe edukatën në ushqim. Dhe sot inshallah taala do mundohemi ta përmbledhim, ta kryejm këtë ligjërat dhe ti përmendim edhe disa rregulla të cilat janë pjesë e tërbijes islame, sepse tërbia islame ka mësuar shumë gjëra të cilat muslimanin e bëjnë më të përkryer, më të përsosur. Dhe sa më shumë që kemi kujdes në gjëra të cilat kanë të bëjnë me edukatën dhe tërbijen, aq më shumë do të jemi musliman të plotësuar. Sepse nuk është esenca e islamit vetëm në adhurime, po edhe në ahlakun, pra moralin të cilën besimtari musliman duhet ta kese parasysh. Dhe kur jemi te ushqimi, pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij na mësoi që nëse diçka, thot pejgamberi alayhis salam, I bie prej dore besimtarit, thot mos e fuge, por le ta pastrojë nëse ka diçka që duket se është e papastër, edhe thot le ta hanë dhe mos e lane atë pjesë për shejtanin, pra mos e ushqeje shejtanin në atë ushqim. Pra xhamati nderuar, ne zakonisht në sotit të gjithë I kemi shtëpit elhamdulillah të pastër. Edhe në kohët e përparshme normal edhe ata janë mundu t'i pastrojnë, po kushtet e sotit nuk I kanë pas. Për shembull, nëse ata kanë hangër për toke, ne sot I kemi ketë në për astalla luksoze. Nëse ata kanë hangër në tokë, në trull, ne sot I kemi krejt shtëpit me tepike. Pra, nuk janë ato kushte që të kese ndonjë mbeturi, ndonjë ndotje, e cila do ta fllihë ushqimin. Kështu që, nëse besimtarit musliman I bie diçka prej dore, dhe zakonisht do bjerën mas, ose mas shumti që mund bjerë është në tepik, po nuk ka ndonjë papastërti e cila e ndotën ushqimin, është mirë që spaku ta fryje edhe mos e lane ta hedhe për kot atë ushqim, se është mëkat xhamat, është gjëna që të hedhet buka. Pra buka nuk është mirë ushqimin të cilën Zoti na e ka bërë rrezik që ta hedhim dhe ta çojmë zjan. Po ashtu, prej tërbijes islame është që ushqimi të servohet, do thot jo I nxeft. Pra mos servohet ushqimi I nxeft. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka pëlqyer që në sofër të vendohet ushqimi shumë I nxeft. Po ashtu nuk duhet të jetë, do thot tepër edhe I ftoft, po të jese mesatare. Pejgamberi alayhis salam e konsideroi të qortueshme dhe të papëlqyeshme që njeriu të fryje në enë. Pra që njeriu enën e cila e ka ushqimin e nxeft ta fryje. Dhe sot shkenca moderne, shkenca bashkohore ka ardhur në përfundim se në fytin e njeriut gjendet një bakterie e cila nëpërmes frymës mund edhe të shpkutet prej fytit edhe të përfundojë në ushqim. Ndërsa kur bie në ushqim gjen ka shumë I dëmshëm. Prandaj është mirë që në ushqim mos me fry, po të lihet pak, të ftohet edhe jo të hahet I nxeft, se është I dëmshëm edhe për dhëmbët,
është i dëmshëm ushtimi nxeft, edhe për fytin, edhe për gojën, edhe për gjithçka, edhe për lukthin, pra gjitha organët kanë dëm prej ushqimit të nxeft. Prandaj pejgamberi alayhis salam na këshilloi që ushqimi mos servohet i nxeft. Si thot edhe një hoxh, shqiptari thot e pret thot 2 orë të bëhet thot jemeki, a nuk e pret 5 minuta pak të ftohet. 2 orë pret zihet, 3 orë vën shpore dhe pret zihet, ama kur servohet 5 minuta nuk e pret ftohet. Kështu që është mirë ta lëm do thot pak të ftohet, edhe të mos e konsumojmë shumë të nxehtë sepse është e dëmshme për organizmin e njeriu. Po ashtu xhamati nderuar, kur jemi te tërbia në ushqim, kur jemi te edukata gjatë ushqimit, sidomos kur jemi në grup, kur jemi të hangër me njerëz, me mysafir, qoftë ti ke shku dikun, ose dikush ka ardhur te ti. Në ushqim duhet me qenë të kujdesshëm mos me nxjerr diçka prej goje dhe ajo të lihet në vend ku duket dhe në vend ku mund ta shohën gjithë. Pra, nëse njeriu i ndodh diçka që duhet nxjerrë bukën prej goje, atë mos e boje karshin njerëzve. Ose nëse ka ndonjë pallon, ta shtjen të, edhe ta vendoje do thot para vetet dhe jo në vend ku duket. Se ndodh ndonjëherë për shembull dikush edhe pse han me njerëzi dhe nuk e ka hiç dert se tjerët njerëzi a gërditën apo jo. Dhe çfarë bën ki? Shembull e nxjerr nise prej goje e vendon çatinë. Në stall edhe hiç se ka gajle se dikush tjetër mund shqetësohet prej asaj. Prandaj ne nuk duhet të bëjmë veprime të cilët besimtarin musliman e shqetësojnë. Pra nuk duhet të jemi shqetësim i njëri tjetrit. Pra në sofër duhet njeriu të jetë komod e jo të hahet me shqetësim. Prandaj nëse dikush i pra han duhet kese kujdes që mos i shqetësoje tjerët të cilët janë në sofër. Rregull tjetër është që pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam na mësoi që ushqimi, po edhe pija të mos konsumohen duke qenë në kam. Pra nuk është e pëlqyeshme, nuk është mirë që njeriu të haje ose të pije duke qenë në kam, po duhet të hunxhet. Sepse nuk pëlqehet, pra as shtrim që e tham në ligjëratën e kaluar të hahet dhe të pihet, po as duke qenë në kam nuk është e preferuar që të hahet dhe të pihet. Po ushqimi dhe pija duhet të bëhen duke qenë ulët. Pra në formën ulët është mënyra më e mirë edhe në aspektin shkencor se si tretet ushqimi dhe si përfundon në lukth, do thot në mënyrën më të drejtë. Pra, në një hadith tjetër, po ashtu i sakt, tregohet se pejgamberi alayhis salam, sidomos kur ka pi ujin e Zemzemit, e ka pi duke qenë në kam. Pra ka transmetime të cilët duken se janë ndoshta edhe si kontradiktore, por fakt nuk ka kontradikt, sepse pejgamberi alayhis salam ka vepruar do thot në varësi prej rrethanave. Se ka rrethana kur njeriu nuk mund të zbatoje çdo send që kërkohet. Kështu që mbas të rrethanave ndryshojnë edhe rregullat. Po në parim shikohet do thot rregulli i përgjithshëm. Rregulli i përgjithshëm është pra që ushqimi dhe pija të bëhen në konsumim duke qenë ulur. Po ashtu, ndodh ndonjëherë që mysafiri kur vjen, normal mund të jesë ndonjë rrethane, ndonjë iftarit ose ndonjë ceremoni tjetër, edhe të servohet ushqimi. Dhe tash kur ulen njerëzit, secili atë lukthin e vet e din se sa mund të hajë. Dhe secili e din vetveten se sa është e nevojshme për të hangër. Dhe nëse mysafiri ka hangër, nuk duhet të insistohet me çdo kush që t'i thuhet ha hala. Ai e di midën e vet, e din lukthin e vet, nëse i hat e ka përpara. Nëse u ka harxhu, ti mund ta pyetish, a ke nevojë të mbushim hala? Ama nëse ai e ka sofrën përpara, bukën përpara, sahanin përpara, mos insisto ha. Do thotë ai e din vetveten. Apo, secili e di veten e vet. Nëse i hat, do haje, nëse si hat, dhe ka njerëzit të cilët vënë siklet. Ka njerëzit të cilët do aq shumë të insistoje, thuhet ti se nuk e sheti bukën e ai insiston dese de ha.
Mirë, nuk më hahet ma shumë. Që ka që ishte mjaft, tamam është, jo, hala, të bi hala, edhe ti shembull nuk e do në jethiren, nëse është restoran kamarierin, ose të shpija, i thot, mbushi hala. Po nuk duve vlaz, jam fry, jo, mbushi. Tja, mendon sa i vjen bara, mbuk nuk kam bare, prandaj mos insiston, në ushqim, mos insiston misafirin të vëndësh siklet dese deha. Si cili e dimidin e vetë, mund t'i thush një herë për mirësjellje. Një herë mund është për mirësjellje, t'i thush, a don hala? Thot, jo, u kry. Mos insiston 20 herë t'i thush, hala. Nuk ka ardhë plase, as nuk ka ardhë shloj kille ati. Ka ardhë, thot, ta konsumoj atë pjesëve, u kry. Pra nuk duhet me misafirin të insistohet që ta shqetësojsh edhe ta vëndojsh në siklet edhe që mos dije si të veproje. Po ashtu, ndodhë ndonjëherë se këto aspektet e tërbijës të ushqimit xhamat që ka jemi të i përmend, shumica kanë të bëjnë me kur jemi në grupë, kur ham do thot në sofër me njerëzit tjerë. Ndodhë ndonjëherë, për shembull dikushi, qoftë edhe në restoran, qoftë edhe në vende tjera, ka hangur ushqim dhe tash një pjesë të ushqimit vetë së ne ka sos. Do thot i ka mbet një copë mishit për shembull. Se e dini zakonisht në për restorane i vëndojnë 3 copë mishin, një pleskavic, një copë mish, një stek, edhe tash normal 3 copa rrallë dikush i mund t'i haje. E dikush tash nuk e hanat pjesën e vetë, edhe hiç pa e pyeta tjetrin e merr edhe ja qet atij. Edhe që kjo sjellje xhamat nuk është e mirë. Ti atë hajën tënde, atë ushqimin tënd, mos ja qet secili çka e ke nga ati. Po nëse ti dëshiron t'ja dhurojsh, është mirë ta pyetish. Ti thush, o ti filan, o ti dost, o ti kujti kushosh ati nga teje, unë s'mund t'a ha që ketë, a e don, a jo. Nësa i e don, thot, a një bjere. Po nëse nuk e don, ti mos insistot, hiç pa e pyet, disa e marin atë, edhe dikush i bile, edhe me dorë janë gjetë, edhe ta qetë në sofër ty. Edhe atë bukën tande shka e kije, ta len gjimës. E xhamat, nuk është tërbije kjo, mos mendo se i bën sajgi dikujt që t'ja vëndojsh mishin ose t'ja vëndojsh diçka pa e pyet. Nuk është edukat kjo. Prandaj edukata mësohet kadal, po duhet të mësofmi xhamat. Pra mos ja qit askujt atë çka e ke hangër ti. Se dikushi ndoshta nuk gërditet, po dikushi nuk e ka qejf t'ja qesh atë çka e ke hangër ti, ose atë çka të ka mbet ty në sahan, që a qesh dikujt. Po, nëse do të thash vetëm me pyetje, do ta pyetish, o ti do a e han apo jo, të ta jap ty, ose nuk e do. Nëse ai dëshiron, thot, oni, nuk ka problem. E nëse nuk do, mos insisto, se pa pyet ta marrësh t'ja qesh tjetrit, kjo nuk është sjellje e mirë. Sidomos, disa xhamat kur han, e ka me rak të afroje, afër vetit vetë tanjirin, edhe i bin troshka, ati kur e kafshon bukën i bin ato trohet mbi atë ushqimin që e ka hangër, i trandën durt mbi atë, edhe mas e thot, a e donë shket mishin. Çka u bëhet tash kjo? Nuk është rregull që nuk është edukat. Ti ke bo ato trohet e tuja mbi atë ushqim, edhe i mban durt kështu mbi ushqim, han edhe ato trohet i bin ati, e mas e dhe thot, a e do shket. Faleminderat, vetëm të një kafshës mund t'ja qesh për jashtë të haje, se ma kujton t'ja qesh atë. Pra dhe i kujdes që ma, tërbije. Në thotë, kjo është tërbija islame, që mos e shqetësojsh tjetrin. Pra edhe në ushqim, ti jesh i kujdesshëm. Pra ti do të bësh sajgi, se jo çdo herë qëllimi i mirë, e ka dhe përfundimin e mirë xhamat. Mos mendojni se që, po ma unë e pata një jetin e mirë. Një jetë i mirë nuk e bën çdo herë rezultatin fund të mirë. Ti mund ta kish një jetin e mirë, ama duhet ta shohësh edhe atë punën si e bën. Merr lugën, i shtin sheqer, çajt vet e shtje e lupon atë lugën edhe hodhët atë edhe ti të marrësh. Po çka u bëm tash ne këtu? Thot duhet edhe ajo një kujdes, ti e ke shtin gojën tande tash i thot tjetrit ai do lugën. Çka u bë tash kjo? Thot edhe këtu është e tërbia. Këtu është e edukata, esenca e tërbijës islame. Ti jesh i kujdesshëm, jo të bësh se ti ndoshta e ke një jetin e mirë, ne nuk ndërhim zemra. Ama jo një jetë i mirë nuk ta bën edhe punën të mirë. Në këtë rast,
ti ndoshta e kje shumë sinqerisht, ama personit të cilin ti e të ja ofru një lloj forme të shërbimit, nuk është e bëme në mënyrën si duhet. Pra ndaj kanë thonë edhe ulemat, mënyra si e bën shërbimin është e rëndësishme, po ashtu edhe niyetin pse e bën shërbimin. Do thotë, mënyrën se si do ta realizojsh një të mirë, jo vetëm unë do t'ja bëj një të mirë. Po, e mira do të shikohet si bëhet. Se nuk do thotë pse ti e ke niyetin t'ja bësh një të mirë, edhe tash në çdo mënyrë, për shembull ti don të japësh dikujt parë, ama ja jep duke ja fuk fytyrës, po nuk është mirë ajo. O Allah i dhashun e filanit, a do be pare po, e ka fytyra, Allah. Ti ndoshta i jep për ta ndihmu, ama mënyrën si jetë e bën, nuk është në rregull. Prandaj edhe mënyrën si do ta bësh punën është po aq e rëndësishme sa edhe niyetin për cilën ti jetë e bë punën. Niyeti mirë duhet bashkohet edhe me mënyrën e mirë të sjelljes. Pra kjo është ajo që Islami na mëson të kemi tërbije dhe të kemi kujdes në atë se si veprojmë. Po ashtu një rregull tjetër që ka të bëjë në ushqim, është xhamat që kur të hunxhesh në sofrë, nuk është e pëlqyeshme dhe nuk është traditë e mirë që të shikojsh tjetrin si han. Nuk është mirë që t'ja ngjesh syt edhe këshyrën, tash ai han, ke këshyrën si han. Çka ka për të këshyrë? A e ke thirë të haje, po, tash ai televizor nuk është për ta këshyrë, ti e ke drys ta njërin tënd, ai e ka të vetën, ha çka e ke përpara, mos i këshyr njerëzit. Dhe i ndijnë shpesh disa njerëz muhabete, a filani si hajte, a fallani si hajte. Po ti a ulesh sofër ti këshyrish njerëzit si hana? Po si da haje, si njeri da haje, çka ka të këshyrish ati se si han? Me xhamat, nuk është edukative që ti shikojsh njerëzit si han, se i vendon edhe në siklet. Tash kur të këshyrën ti ndalesh, edhe me ka sikur ato kamerët e keni pa në përdarsma, ti si e të hangër të vjetë ta rrase kamerën në ftyrë, atje dhe ti ta le bukën në gojë. Tash deri të kapërceti, ndalesh një hajt, hiqet njerëse. Ku e gjete tash në buktit i slimatish njerëzit në ftyrë ati? Apo? Nuk është në rregull kjo. Po edhe ti, pa marrë parasysh se s'ki e kamerë, po i ki e syt, mos janë gjit njerit në buk ati. Unë ha bukë edhe u kry, mos i këshir njerëzit. A, filani hajte shumë, filani hajte pak, filani kështu, filani ha ashtu, po t'ja komentatori njerëzive i e si ha në si pi. Çudi me shqiptarin xhamat, vetë thirën dark, edhe maset komenton se sa han. A vetë ka thirë. Edhe, a, filani hajte shumej. Po a erthaj vetë a e thire ti? Po jo e thire, po ta shka kjete ta komentojsh atë sa hajte e si hajte. Nuk është mirë kjo xhamati ti këshyrish njerëzit, nuk është mirë ti vendosh njerëzit në siklet, po është mirë do thot kur të hunxhesh sofër, bismillah, edhe këshyr para vetit, mos i këshyr njerëzit do thot si han e sa han. Po ashtu, nuk është mirë xhamat që njeriu kur të thirret dikandi në darkë, qoftë ajo për iftar, qoftë ajo në ndonjë darkë, për ndonjë rast tjetër, nëse ha të shtëpia normal, nuk është mirë që domaćini, ai nikoqiri i shtëpisë, të ngrihet prej buke para misafirit. Pra nëse ke thirr njerëzin në shtëpi që janë misafir, është mirë se nuk janë njerëzin tëngmit krejt njëjtë. Dikush i han më shpejt, dikush i han më kadal. E nëse ti e ke kryer ushqimin më herët, më shpejt, nuk është mirë që të çohësh edhe të ulesh dikundi anësh aty e misafiri t'jesën sofër vetë. Kjo, pra sipas fesë islame dhe sipas traditës islame, nuk është veprim i pëlqyeshëm. Pra, edhe nëse ti e ke sos, rriç aty hunxhet, deri te ta soset bukën edhe misafiri. E kur ta soset edhe misafiri, atëherë ço. Po nuk është mirë prej sofre me uçu para misafirit. Sepse ti e ke thirr atë dhe kur e ke thirr misafirin duhet ta nderosh me gjitha mënyrat e mundshme të cilat është e pëlqyeshme të sillesh ndaj tij. Po ashtu, në xhamatin dashëm, syni është një fakt se nuk mbushet asnjëherë, apo? Syni është një organ që nuk fryhet me shikim. Dhe i shikimin ndonjëherë i bën njerëzit të jenë lakmiqar, dhe që të lakmoje tepër edhe që s'mund ta haje.
Dhe ndonjëherë kjo lakmia e tepër e bën njeriu që edhe të marrë më tepër se ka nevojë. Ky problem zakonisht paraqitet në vende, sidomos në për hotele, kur shkon dhe ka servim të ushqimit aty, edhe tash servohet ai ushqimi, është për shembull programi koha kur vendohet ushqimi, edhe të shkohet të mirët më tepër se që han. Xhamat, secili njeri e din parafërsisht vetin e vet sa mund të hajë, apo kret, secili gjatë jetës vet mund të thotë ta bëjë një analizë unë sa ha. Dhe tash çfarë ndodh një problem? Kjo vrehet edhe në haç kur shkohet. Kjo vrehet edhe në raste tjera, në për hotele tjera. Njerëzit mbushin më shumë se që mund të haje. Nëse ai mund të haje një sasi ki dhe marrë 3 herë më shumë se që ajo që ka mund të haje. Dhe kur ta shohësh, atë tanjirin të cilin e ka mbush, ndoshta 80% e asaj ka ngel pa u prek. Dhe normal në për hotele ato prap, në për restorana nuk e shtin prap meza që, po ato do ta hedhin, thash fugin bërlok. E tash tja tanjirin ton 80% pa u hangër shkon bërlok. E çfarë paraqitet një problem? Paraqitet me ata cilët vinë më vonë, se hotelet zakonisht, për shembull prej 6 deri në 10 do ta vendoje servimin e ushqimit, apo? E ta shkojnë këto në 6, 7 hanë, ama këto marrin më shumë se që mund të haje. Ki do thotë nëse mund të haje një kokë mu, ki di marre 3 koka. Nëse mund të haje një banane, ki di marre 4 banane. Do marre shumë se ende dhe mbushe një sahan, dhe sfrihet me një sahan, dhe shkoj edhe tjetrin sahan dhe mbushe, i ka vëndu për para, edhe kur ta shofsh 80% e asaj se prejken. Se ne hanë se nuk mund të haje. Edhe qka dhe bojë di marre ato, edhe shkon i fugën bërloke. Dhe kur vina i qetri ma vonë të haje, a i shkon të meza, shkon në restoran, s'ka për të hangër. Pse? Se dikush i ka marrë ma shumë se që mund të haje. Dhe hotelet zakonisht, ata e bëjmë plan, nëse a i ka 2000 misafir, nëse në mëngjes di boje për shembull vojet zime, di boje 2000 koka vojet zime. Ama nëse si cili haxhi shkon i merr ka 3-4 koka, është normale se dikush dhe jese pa buk. E pse jetaj pa buk? Se këtyit parit nuk ju ka fryjë syni. Ki ka dësht marrë ma shumë se që mund të haje. Po berëm ta kish hangër, ki nuk e han, ki e fugën, a dikush tjetër jetë pa buk. E prandaj xhamat, është mirë, se cili, qofta jo hanë misafir të dikushi, mos i merë t'i grumblojsh atin të njërë, vetëm merë në fundë së një hanë. Po, nëzirë qash sa mundësh me hangër. Po edhe në restorant nëse shkon t'i kundi, merë sa mundësh me hangër. Se e keni vrejt xhamat ditësotit, shumica ushqimit fugët. Pse fugët? Se mundof mi t'afrim synin e jo barkin. Nëse do këshim mundu t'afrim barkin, do këshim marë qash sa hamë gjdo ditë. Ama ne që sa marim, ne dojmë të afrim synin, a synin nuk frahet me kur gja, si thot pejgamberi a.s. Synin e frim vetëm dhevi, kur t'hijem vorë, e që adit do frihet. Synin me kur gja nuk frihet, synin kur gja nuk thot bolosht, si cilin sen thot hala, bjerë. Ama kur t'jesin kret, synin thot bolës, shkon, se midja nuk pajtohet. Ti do të hash me sy, ama nuk jetë angër me sy, han me midje, han me lukth, a lukthi qash mund hajë. E dikush i ka qef vetëm ta grumbloje për para ta frije syni. E syni xhamat nuk frijet asnjëherë. Prandaj, kur të hungjesh sofër, mendo me lukth, jo me sy. Do thot mundo ta frish lukthin e jo synin, se kjo është ai gabimi më i madh që sot fatkeqësisht po jemi të nxjerrë dhe faqet zeze dhe na për botën arabe, si tregoi Miftiu i Shkupit vjet, isha ankuar te haxhilerët se s'ka buk. Harxhohet buka. Edhe i kishtan ati pronarit hotelit, kishtan, ti gazd, haxhilerët janë të mbet pa buk. Pse nuk ka sa duhet, a qka problemi? Kishtan, hajde te ko. Hajde në bas hotelit atje e kishit, e kish pa një komplet, do thot një, se kamionët që ka i marin, do thot, edhe i kishtan eshe, vetëm për një dit buk sa u ka fuk pi hotelit, pi haxhilerëve tuj. Do thot, komplet një kamion, me ushqim të fugët, që su ka hangër. Edhe kjo sa balok dark, nesër tjetër kamion të mbushi me të fugme. E tha qeta të është buke haxhilerëve tuj. Se marin haxhilerët sa së nëhanë.
Si cili mundohet marrë ma tepër, në fakt ai se ne hanat. Edhe mëse u ka mbush kontinjerja që i shleperit, jo kontinjeri vogël, kontinjeri shleperit u ka mbush me hajet e dikush jetë pa bukë. E nëmë zi jemi të lanë, do thot edhe në përbot, ato thuj sa haj kanë të shqiptarët, edhe sa fu kanë bërlake, që ditën edhe ato. Prandaj xhamat duhet me qenë të kujdesshëm. Po ashtu edhe për fund xhamat, duhet jese i kujdesshëm besimtari musliman, që kur të ullet në sofër, thamë në ligjeratën e kalume, të jese i kujdesshëm, muhabet, mbuk, nuk bëhet. Po edhe nëse është e domosdoshme me tregu diçka, me fol diçka, le të jese diçka në rregull, dhe mos niset fole sende të cilët janë të pakëndshme mbuk. Mbuk, mos niset përmende gjana prej cilave njerëzit gërditën. Pra njerëzit ka tema të cilët nuk i kanë qejf të përmendin mbuk. Dhe nëse një temë njerëzit nuk e kanë qejf të bëjnë muhabet mbuk, ti atë temë mos e çe. Pra mos fol për sende të cilët njerëzit mund të gërditën prej asaj fjale, ose prej asaj teme që ti do të tregojsh në buk. Prandaj xhamat, në buk është mirë me ndal muhabetin. Po edhe nëse diçka është pa qetër me fol, me tregu, duhet me qenë të kujdesshëm, si tham në ligjëratën e kalume, me mbajt disiplinë, ushqimi mos jesë ngojë të folët, do thotë se mund të nxjerrë diçka, dhe të jetë i kujdesshëm në fjalët të cilat i thot të jenë fjalë ose muhabete të cilat nuk i shqetësojnë njerëzit të cilët janë sofër, se ka tema të cilat në buk nuk është mirë me i ban. E xhamat me këtë besoj që i kemi përmend gjatë këtyre 3 ligjëratave, 3 xhumave, i kemi përmend shumicën e disa aspekteve të terbijës, si duhet një musliman të jese në sofër. Pra terbija e sofrës, terbija e ushqimit, dhe besoj që brenda këtyre 3 derseve i kemi përmbledh shumicën e atyne të cilët janë të nevojshme t'i dim si musliman, se dikush mund thote, o po i dimbe, po, mund t'i dje plaku, po ne kemi edhe fëmijë matri këtu, kemi të moshës pubertetit që sa kanë nis, do thote, edhe tash kemi në xhami moshat ndryshme, se shpesh dikush ja bën thoshë po e dimbe, pse e kallzon ti këtë? Po ama unë nuk foli për një njeri këtu. E shihni sa veta janë? Shoha 100, 200, sa do bën? Dhe ne kur kallzojmë ders, nuk kallzojmë për një, po këtu kallzojmë për krejt. Edhe është ka pleq që mund t'i din këto sende, ndoshta ai mund të habi dhe çka folbe hoxha këto sende i din, po ma ka dhe shqip edhe të vëllgji ka edhe 3, 13 vjeç, 15 vjeç, 18 vjeç, që ndoshta këto tema nuk i kanë di asnjëherë. E prandaj xhamat, do njëherë duhen temat me u përsërit. Do tema, edhe pse i vjetri mund t'i dije, do të po e di se duhet lahën dorët para buke, duhet bësh bismillah, në fillim duhet bësh elhamdulillah, në fund prap t'i lajsh. Po, ama ti din, dhe një fëmijë i vogël ndoshta për spari herë ndije. Kështu që ne në xhami xhamat kur folim, nuk folim për një njeri, po folim në përgjithësi që duhet, do thot, do rregulla, bile ka dosende çdo disa prej këtyre gabimeve që i përmendëm, i shoh shpesh na për sofra edhe pleqni i bëjnë. Prandaj është mirë që ti rikujtojmë, që ti dim, do thot, mos gabojmë dhe mos e prishim ambientin dhe atmosferën në cilën ha ushqimi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.